Deri më tani kam 101 medalje, ku prej tyre janë 87 arta, 7 argjenta dhe 7 bronze. Pesë herë në javë që ushtroj, por ndonjëherë nëse kam edhe kohë në 6 herë. Njem shumë mirë, kështu me qef e bëj këtë sport. Tash kam edhe vetë në zemër këtë sport, më pëlqen shumë me edhe ushtroj vetë, kështu vetë zanat e kam. Kata, kimonet janë më të trasha, më të forcume, kurse ato lufta janë më të bukur. Ngara ndërkombëtare duhet i kesh ta provuar kur të ish në ndonjë meç, nëse nuk i ki atë nuk i lejemi. Mirënjohje e medalje të shumta. Blendi Saliu është një talent i jashtëzakonshëm në karate, konkretisht në kategorinë e katave. Ani pse 16 vjeç, ai ka arritur të marrë pjesë në gara të shumta botërore. Ai do të na tregojë sot më shumë rreth pasionit të tij. Blendi, a mundesh më na tregu kur ke filluar me u marrë me sportin e karates? Me sportin e karates kam mirë që nga mosha 6 vjeçar, por nuk ka qenë ideja ime, ka qenë ideja e babit, e pastaj më pëlqej si sport dhe vazhdova. Sa vjeç ke qenë kur ke filluar me u marrë me karate? Kam qenë 6 vjeçar, atëherë i ri edhe nuk kam pasur një ri për këtë sport. Çish kanë qenë fillimet e tua? Mundesh më na tregu mas sa kohe kur ke filluar me ushtru, ja ke nisë me marrë pjesë në gara? Fillimet e mia në këtë sport nuk kanë qenë të lehta, sepse nuk kam pasur një ri normal, më kanë ndokur si të rënda, me kompleks. Pastaj edhe gara ime por ka qenë në vitin 2015 në garën ndërkombëtare Damjan Shari. Pra, normal që këto suksese nuk janë të lehta, këto normal që lypin shumë punë, shumë angazhim. Pra, normal, këtu nuk më mujtë mi fitu pa ndihmën e babit, pa ndihmën e prindërit mi normal, pa ndihmën e trenerit, të klubit. Pra, normal, ka lypë shumë kohë për këto rezultate. Gara ime me madhe gjithat kanë qenë, por njërë ndër to që me ka e përshtypje është gara Grand Prix Kroacia, që më bajtë në SMBOR të Kroacisë, ku ato kam arritur 2 medalje që kam fituar në atë garë, edhe atë kanë qenë të bronzit, ku kam arritur në kategorinë e djemve 2008-2009, dhe në kategorinë tjetër 2009-2010 kam arritur të fitoj medaljen e argjent. Sa medalje ke arritur me i fitu deri tash? Deri më tani kam 101 medalje, ku prej tyre janë 87 arta, 7 argjenta dhe 7 bronzit. A do të vazhdoj Blendi ende të merret me këtë sport? Po, normal që do të merrem, edhe do merrem me disa pika ku duhet t'i arrijë më shumë, si në botëror, në evropian, këto i kam synimet më të mëdha. A synon Blendi të bëhet kampion i botës? Normal. A mundesh më na fol pak për disiplinën, se normalisht për me arritë të gjitha këto rezultate duhet me pas një farë lloj disipline. Po, normal në këtë disiplinë kata lypë një disiplinë shumë të madhe, ndoshta jesh i disiplinum, ka rregullat shumë strikte që janë, normal, është si disiplinë ushtarake atë. Okej, sa herë në ditë ushtron, ç'është një ditë e jotja, mundesh më na tregu më shumë? Dita ime është 5 herë në javë që ushtroj, por ndonjëherë nëse kam edhe kohë në 6 herë. A ushtron 2 herë në ditë apo çysh e bën? Nga një herë edhe 2 herë në ditë. Sa minuta, ora, çysh varion kjo? Një orë e gjys ushtroj në ditë. Edhe në mëngjes edhe në mbrëmje? Edhe në mëngjes edhe në mbrëmje. Na e pam që kur hyre në sallë e bëre një përshëndetje. Po, është çka do të thotë ajo? Është rregull i karates edhe normal japoneze, ku është rregull që çdo kur ti je në sallë, është mirë që ta përshëndesh vendin ku ushtrosh, është lloj respekti, po ashtu edhe nëse është treneri ose ministri, normal që edhe ato do është me përshëndetje. Çu quhet kjo? Në quhet as përshëndetje.
Përdoret edhe për përshëndetje, për falënderim. Po besoj që gjatë gjithë këtij rrugtimi ka pas edhe sfida. A mundesh më na tregu çfarë sfide ka pas Blendi për me arrit deri këtu ku është sot? Ka qenë sfidë e rëndë, se të kallëzohet nuk kom pas njohuri shumë me këtë sport, ka qenë ideja babit, po ka lyp shumë kohë derisa kam shkuar në këtë vit të mbri këto rezultate të mëdha, derisa ti mësoj teknikat, derisa ti bëjnë në vit që thojnë, kështu. Po sfida tjera a ke pas përpos këtyre që i përmende? Sfida tjera nuk kam pas, po normal kanë qenë edhe garat jashtë, që nuk kam qenë jashtë vendit Kosovës në gara. Kur kam qenë për e parë, ka qenë shumë stresuese, se nuk i kam gjoftur garust, ka qenë ndryshe. Vendi pa njohur, garusit e pa njohur. Natyrisht që për me arrit deri këtu të duhet edhe ndihma e trajnerëve. A mundesh më na tregu çysh është bashkëpunimi me ta? Normal që bashkëpunimi me ta ka qenë shumë mirë, ata më kanë ndihmuar shumë. Një prej këtyre që më kanë ndihmuar spari me hapat e para të këtij sporti ka qenë Suleiman Jetullahu. Pastaj kemi shkuar një klub tjetër që ka qenë edhe Nezir Rama, edhe Hasan Bunjaku, edhe tash në klubin ku jam tani, klubi Karates Prishtina me Ismail Fazliun. A është e rëndësishme shumë komunikimi me ta? Po është shumë i rëndësishëm. Po është edhe kemi edhe një mjeshtër që vjen na ndihmon, ai është Abdurrahim Idrizi, ku ai na ndihmon shumë në teknika, sidomos në kata. Je i gatshëm me garu edhe me persona që nuk janë të moshës tënde. Çysh ke arrit me bu krejt që ta? Normal që vetë me rregull, që thonë, si të bëjsh 16 vjet, mund të ish me senior. Më thash të bëj ti, provoj, pse jo. Si që bëra 16 vjet, kam pas drejti edhe junior, po edhe senior, thash pse jo ti në dy kategoritë. A ka qenë e vështirë me marrë këtë vendim për me hi me senior? Nuk ka qenë, sepse vetë është rregull që mund të ish pa problem. Çysh ndihesh Blendi ti kur e bën këtë sport? Ndihem shumë mirë, kështu me qef e bëj këtë sport. Tash kam edhe vetë në zemër këtë sport, më pëlqen shumë, me edhe ushtroj vetë, kështu vetë zanat e kam. Çysh ndihesh kur nuk mundesh me ushtru një ditë, a e ndjen veten në faj? Ndihem si thotë. Nuk ndihesh i plotësuar. Po. Blendi, a mundesh më na tregu çfarë lloje të ushtrimeve bën? Lloje të ushtrimeve në karate, ne i bëjmë spari në nxemjet, spari bëhet vrapimi, për të nxjerrë trupin, pastaj bëjmë nxemjet çdo pjesë të trupit, që të bëhet gati normal, mos të pësoj lëndime gjatë ushtrimeve. Pastaj shkojmë në teknika, ku atë bëjmë specifikimet të katave ose të luftave, edhe në fund i bëjmë katat, ose në fund ndryshe që janë edhe luftat që bëjmë partner. Dallimi mes këtyre është se kata është luftë imagjinore, ku atë lufton vetëm me imagjinat, po atë vlen të ceket teknikat, forca. Tek lufta është më ndryshe, atë bëjnë luftë me partner, ku atë ngjen poenat, në shkon luftë me minutazh. Cili është idolli yt në këtë sport? Idolli im në këtë sport është Luca Valdezi, ku ai është italian legjend në kata, Ali Sofoglu, edhe ai që ka fituar medalje botërore. Edhe prej shqiptarëve tonë është edhe Abdurrahim Idrizi, ku edhe ai është nën kampion evropian. Po edhe vlen të ceket edhe Alma Loku, ku ajo ka bërë edhe rezultat shumë të mirë në kata. Blendi, a mundesh më na tregu çka dallojnë veshjet e atyre që bojnë luftë dhe atyre që ushtrojnë kata? Kështu në shikim duken të njëjta, por me detaje kanë detaje më të ndryshme, se në kata kimonet janë më të trasha, më të forcume, kurse ato lufta janë më të buta, më të holla. Cilat janë veçoritë e kësaj veshje? Këto pra të ndihmojnë kur të performoj me forcë në kata. Lufta nuk bën ndonjë farë dallimi, është më bët performosh. Ngara ndërkombëtare duhet të kesh ta provuar kur të jesh në ndonjë match, nëse nuk i ke atë nuk i lejemi. Do të thonë edhe veshja duhet me qenë e aprovuar për me hyrë në ndonjë garë botërore. Po, ashtu. A është kostoja e shtrejtë e këtyre
Po në kohët fundit ka se shumë e shtrejtë këtëre kimundëve, po edhe brendi vetë shumë i shtrejtë. A është e vështirë me gjetë? Është edhe vështirë, se edhe derisa të bësh me pozë, derisa të vinë, kushtojnë shumë.